Mes lotëve zbardhët dëshmia e psikiatrit në policinë. Disa mesazhe të lexuara nga gazetari Elton Qynu tregojnë një ndjenjë sentimentale që mjeku kosovar Bear Kamberi ka shfaqur ndaj moderatores sportive Albana Bejko. Mesazhe me tekste si "Të dua, dëshiroj të martohem me ty" apo "Jeni shumë e bukur, dua t'ju takoj se kam ardhur nga Kosova vetëm për ju", janë vlerësuar nga Prokuroria e Tiranës një komunikim krejt normal dhe as pak shqetësues, intimidues apo kanosës për jetën e moderatores sportive. Mbi të gjitha këto mesazhe të analizuara nga prokuroria nuk përbëjnë shkak serioz për vinin e mbajtjes në burg të mjekut psikiatër Bear Kamberi. Lidhur me këtë rast, në pyetje është marrë edhe mjeku psikiatër, i cili mes lotëve ka dëshmuar në polici se thjesht ka shfaqur ndjenjat sentimentale dhe kishte ardhur në Tiranë me shpresën për të takuar Albanën dhe për të propozuar martesë. Mjeku, i cili ishte nisur drejt Tiranës me një parfum luksoz dhuratë, është shprehur se nuk mund të qëndrojë në burg, vetëm se ka shfaqur pëlqim ndaj një vajze, pasi sipas tij në asnjë moment nuk e ka kanosur apo frikësuar moderatorën sportive. Nisur nga kjo situatë, Prokuroria e Tiranës, pasi studioi në tërësi rastin e fjalë, vendosi urdhërimin e lirimit të menjëhershëm të mjekut kosovar Bear Kamberi, duke zgjedhur që hetimin ndaj tij të vijojë në gjendje të lirë. Ndërkohë gazetarët kishin raportuar se në të kaluarën raste të ngjashme mjeku ka pasur edhe në Kosovë.